Të ardhurat buxhetore gjatë 2 muajve të parë të vitit 2026 kanë shënuar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa shpenzimet publike janë realizuar nën planin e parashikuar. Sipas treguesve paraprak fiskal publikuar nga Ministria e Financave për periudhën janar-shkurt 2026, të ardhurat totale në buxhet arritën në 130.3 miliardë lekë, duke përmbushur 104.4% të planit të periudhës dhe rreth 15.8% të planit vjetor. Krahasuar me 2 muajt e parë të vitit 2025, të ardhurat janë rritur me 13.4 miliardë lekë ose 11.5%. Të ardhurat e mbledhura nga administratat tatimore dhe doganore arritën në 80.8 miliardë lekë, rreth 3.1 miliardë lekë më shumë se e njëjta periudhë e vitit kaluar. Nga administrata doganore u argëtuan 33.1 miliardë lekë që përfaqëson 91.7% të planit të 2 mujorit. Pjesën kryesore zën të ardhurat nga TVSH-ja në import, të cilat arritën në 21.5 miliardë lekë, ndërsa të ardhurat nga aksiza u realizuan në 10 miliardë lekë, thënë ndryshe 5.9% më shumë krahasuar me vitin 2025. Nga taksat doganore u mblodhën 1.3 miliardë lekë, në rritje me 8% në raport me një vit më parë, ndërsa renta minerare në eksport arriti në 134 milion lekë. Të ardhurat e mbledhura nga administratat tatimore u realizuan në 47.7 miliardë lekë, rreth 2% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit kaluar dhe 3.1% mbi planin e 2 mujorit. Brenda e këtij grupi TVSH neto në vend arriti 18.5 miliardë lekë, duke shënuar një rritje prej 14.9% krahasuar me janar-shkurtin e vitit 2025. Gjatë kësaj periudhe, rimbursimet e TVSH-s u realizuan në vlerën 1.5 miliardë lekë. Nga tatimi mbi fitimin u argëtuan 7.4 miliardë lekë, të ndryshe 15.6% më shumë se një vit më parë, ndërsa tatimi mbi të ardhurat personale arriti në 14.1 miliardë lekë, me një rritje prej 3.8% në bazë vjetore. Të ardhurat nga taksa nacionale u realizuan në 7.7 miliardë lekë ose 94.1% e planit të periudhës. Ndërkohë të ardhurat nga fondet speciale që përfshin kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore arritën në 32.2 miliardë lekë, 7.7% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë dhe në nivelin 100.1% të planit të 2 mujorit. Sa i përket shpenzimeve, ato arritën në 100.6 miliardë lekë në 2 muajt e parë të vitit, me një realizim prej 92% të planit. Krahasuar me shkurt janarin e 2025-s, shpenzimet publike rezultojnë 7.2% më të larta ose rreth 6.7 miliardë lekë më shumë.